Përshëndetje të gjithëve. Sot në kuzhinën time do përgatisim një pjatë shumë të shijshme me makarona të vogla yll, me mish, çfarë do lloj mishi që t'ju ndodhet, dhe plot perime. Filloj me përgatitjen. Në fillim ngrim një qep. Unë kam gjysmën e qepës, pasi ishte tepër e madhe kjo qep. E presim në pjesë të vogla. E vendosim në një tigan të thellë, duke i shtuar diku te 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri. E vendosim qepën të kaurdiset në zjarr, ndërkohë ne do fillojmë të presim të gjitha perimet e tjera. E fillojmë me preshin, i ndajmë preshin në 4 pjesë dhe i grim në pjesë të vogla. Në këtë mënyrë, preshi jo vetëm që nuk duket në këtë tavë, por edhe nuk ndihet aroma e tij. Mishin unë e kam vënë më parë të ziej, pasi mishi do kohë më të gjatë në zjerje. Qepa është bërë transparente, shtojmë 2 preshat. I bashkojmë me qepën dhe i lëm të kaurdisen duke i vendosur kapak. Në këtë mënyrë preshat zbuten edhe më shpejt. Kam 2 karota, të cilat unë i kam pastruar nga lëkura, do t'i grim në rende. Grim edhe karotën tjetër. Dhe tek po e njëjta rende do grim edhe një patate. Është plot kjo patatja. Ndaj unë po gri vetëm një patate. I kemi gati, ndërkohë preshi në zjarr është zbutur dhe është kaurdisur njëkohësisht. Si shikoni, ka ndryshuar ngjyrë dhe ka rënë nga vëllimi. Në këtë moment shtojmë karotat edhe pataten. Formohet në tigan një larmi ngjyrash dhe shijesh. I shtojmë pak krip, pasi kripa i zbut edhe më shumë. Sërish i vendosim kapakun dhe i lëm të kaurdisen derisa të fillojnë të ngjiten në tigan. Në këtë moment do t'i shtoj një gotë me ujë. I vendosim kapakun dhe lëm të ziejnë për 10 minuta. Këtu kam këto makarona të vogla yll. I shtojmë në tigan. Kam diku te 400 gram makarona të vogla. Është momenti të shtojmë lëngun e mishit edhe mishin. Pak më shumë se 1 litër lëng mishi mund të jetë këtu. E rregulloj masën me krip. Diku tek 1 lugë çaj, shtojmë piper të zi, këtë miksin e erëzave dhe në fund fare shafran. I jep edhe ngjyrë të bukur shafrani, por edhe shije. I vendosim kapakun, i lëm të ziejnë 2-3 minuta. I lë të ziejnë pasi perimet nuk duhet të më zhvendosen kur ta vendos në furr. Në sipërfaqe e pikim derisa ta shikoni që ka marrë këtë ngjyrë të artë. E servirim të ngrohtë duke i shtuar pak majdanoz sipër dhe ja ku e kemi gati. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni ta provoni edhe ju në shtëpitë tuaja. Gatuaj me pasion dhe ndaj me dashuri nga kuzhina ime.